Një oficir i komisariatit të policisë së Sarandës është përfshirë në një konflikt fizik mbrëmjen e të njëjtës në qytet, ngjarje që ka vënë në lëvizje strukturat e policisë. Incidenti ka ndodhur në lagjën numër 3 të Sarandës rreth orës 00:15. Sipas informacioneve paraprake, oficeri i krimeve Mihal Velço ka qenë duke lëvizur me motor kur është përballur me një grup personazh. Fillimisht me palve ka pasur fyerje dhe kanosje verbale, ndërsa më pas situata ka degeneruar në përplasje fizike. Oficeri i krimeve ka deklaruar se nuk i njihte personat me të cilët u përfshi në konflikt dhe se përplasja nisi pasi sipas tij ai është sharr dhe ofenduar prej tyre. Pas incidentit, forcat të shumta policie kanë zhvilluar kontrolle në zona të ndryshme të qytetit deri në orët e para të mëngjesit. Janë kontrolluar banesa, lokale dhe ambiente publike, ndërsa disa persona janë shoqëruar dhe janë marrë në pyetje në kuadër të hetimeve. Gjithashtu janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë në zonën ku ndodhi ngjarja. Personat e përfshirë në konflikt janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim nga policia. Sipas të njëjtave burime, oficeri i krimeve nuk ka pësuar dëmtime serioze pasi përplasja fizike ka zgjatur vetëm pak minuta. Ashtu burimet bëjnë me dije se një nga pistat që po hetohet është edhe ajo e oficerit që mund të jetë goditur për shkak të detyrës që ushtron. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë rrethanave dhe përcaktimin të përgjegjësive për personat e përfshirë në këtë ngjarje.